Përshëndetje dëgjuesve të dashur të studios së hapur. Shumë pra miqtë e mi, të cilët gjithmonë na përcjellin. Kam rastin dhe fatin të paraqes 3 nxënësa të shkëlqyera nga 3 shkollat e mesme të larta në Podujevë. Është interesant, me të vërtet një kombinim besoj i bukur që ja vlen për këto maturante që i kemi në studion e Radiolapit. Po ata që duan t'i përcjellin, mund t'i përcjellin përmes Facebookut tim drejt për drejti, pra. Kështu që do të kemi rastin pra kudo që jeni për të përcjell. Pra në studion e Radiolapit janë nxënësat maturante të shkollave si Gjimnazit Aleksandër Gjovani, shkenca natyrore kemi Loresa Sulimani, të shkollës teknike Van Noli, Vesa Beqiri, arkitektur, dhe të shkollës ekonomike Isa Boletini në Podjevë, Anesa Potera, infermeri. Mirë se erdhët. Faleminderit shumë që keni ndarë një kohë të shmush edhe pse jeni para mbylljes, po them kështu, edhe përfundimisht të mësimit apo e gjitha sa që keni bërë deri tash pra në shkollën e mesme të larta, në atë shkolla ku jeni. Shumë i falenderoj edhe personelin pra arsimor prej drejtorisë edhe profesorët e juaj, mësimdhënësit si doni. Në fillim do t'ju pyesja çka shkolla për ju. Në fillimisht pra kush do të na përgjigjet për këtë? Apo do të shkojmë nga gjimnazi tutje me shkolla sipas radhës që kemi? E dëgjojmë Loresën. Atëherë, fillimisht një pyetje shumë e mirë. Shkolla për mua ka qenë më shumë edhe më tepër, shumë më tepër se thjesht një institucion arsimor. Ka qenë vendi ku jam formuar si individ, ku kam mësuar jo vetëm lëndë, nuk është që më ka formuar vetëm akademikisht, por gjithashtu ka ndihmuar se si me u mendu, si me u shpreh dhe si me u përballë me situata të ndryshme. Mendoj që është një fazë tepër e rëndësishme që më ka ndikuar drejt për drejt në atë se kush jam unë sot. Mirë, faleminderit. Shkojmë tash me shkollën teknike Vesa Beqiri. Unë ju përshëndes gjithë dëgjuesit e Radiolapit. Sot jam shumë falënderuese që jam pjesëmarrëse në këtë radio. Për sa i përket pyetjes, për mua shkolla ka qenë shumë e veçantë. Si fëmijë kam menduar që në shkollë veç do të më mësua dhe kështu me vazhdu, po në fakt jo. Shkolla më ka formuar si person që jam. Më ka pru deri këtu ku jam, ku më kam mësuar shumë sene të reja, duke u bazu si në ato mënyra fizike ashtu edhe psikike. Dhe jam shumë falënderuese që është pjesë e jetës së secilit nxënës tash. Bukur, faleminderit bravo për përgjigjen. Tash do të kalojmë te shkolla ekonomike Isa Boletini në Podjevë, Anesa Potera, infermeri. Faleminderit për fjalën. Së pari kisha dashur me i përshëndetë të gjithë shikuesit, edhe t'ju falenderoj pra për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi të jem këtu bashkë me kolegat e mia, të cilat vijnë prej shkollave të qytetit tonë, edhe gjithashtu në këtë radio shumë të rëndësishme që shikohet prej shumë personave. Shkolla për mua ka qenë një ndër eksperiencat më të vëlletshme dhe më të rëndësishme në jetën time. Gjatë kësaj periudhe që unë kam kaluar në shkollë, jam formuar si individ, kam formuar personalitetin tim dhe e kam gjetë veten në gjërat të cilat unë i dëshiroj dhe që t'i bëj. Gjithashtu mund të themi se njëra ndër eksperiencat më të rëndësishme ose ato me të cilat ti mundesh me kuptuar realitetin edhe të vërtetën se kush je ti, është shkolla. Do me thonë, nuk është vetëm një, siç e përmendën edhe kolegët, nuk është vetëm një institucion arsimor, por është një institucion i cili ty të mundson që me kriju diçka edhe me zhvillu atë në forma të ndryshme. Faleminderit shumë pra në përgjigjen. Vazhdojmë tutje miq me vajzat e shkëlqyera nga shkollat tona të mesme të larta në qytetin e Podjevës. Flasim për raportin e mes të drejtorisë së shkollës, profesorëve, nxënësve dhe këshillit të prindve. Do kisha dashur fillimisht të shkojmë me gjimnazin. Po, atëherë sa i përket raportit me drejtorinë, profesorët dhe nxënësit, natyrisht është pjesa më e rëndësishme dhe krejt ajo që e ka bë eksperiencën tonë shumë të bukur. Raporti ka qenë kryesisht shumë korrekt dhe i bazuar në respekt, por përveç kësaj, profesorët kanë qenë udhëzues në rrugtimin tonë, më me thonë që kanë qenë si një udhërofyes për neve.
gjithmonë duke u gjendë aty që më na ndihmu në çfarëdo lloj sfide që e kena pas apo në çfarëdo lloj situate që neve na ka mundu, qoftë fizikisht ashtu edhe në anën psiqike. Sa i përket kësaj pjese dhe raportit me ta, mundem me thonë që i kemi ndërtu një lidhje të fortë edhe mundem me thonë që natyrisht edhe në anën tjetër ka pas edhe sfida, po gjithmonë me bashkëpunim i kemi tejkalu. Edhe jam shumë falendëruese për pjesën e stafit edhe krejt kolegëve që më kanë shoqëruar këtë rrugtim, po gjithashtu edhe për pjesën e drejtorisë edhe të mësimdhënësve, sepse kanë qenë një pjesë me të vërtetë e paharrueshme. Shkolla teknike? Për këtë pyetje, ne kemi një raport mjaft mirë me njëri tjetrin, si profesorët me drejtorinë ashtu edhe me nxënësit. Kanë qenë shumë korrekt të gjithë profesorët, sidomos edhe drejtoria e shkollës me ne si nxënës, duke na mundsu punën praktike dhe profesionale brenda terreneve të ndryshme ose edhe brenda klasës. Jam falendëruese që kam qenë pjesë e kësaj shkolle, si dhe më kanë mundsu shumë mirë një lidhje që e kena formu për 3 vjet na si nxënësa me profesorët edhe me drejtorinë, është një lidhje shumë e fortë që besoj që asnjëherë as na dhe as ata nuk kanë me harru, për shkak se është një eksperiencë mjaft e paharrueshme. Bukur, shkojmë me shkollën ekonomike Anesa Potera Infermeri. Po, kryesisht raporti me cilin ne kemi ecë gjatë rrugtimit tonë, do me thonë bashkë me drejtorinë edhe me stafin e shkollës, ka qenë gjithmonë raport profesional, por mund të themi se këtu kur nisa gjithashtu ka pas edhe ato momentet që jemi trajtu edhe mund të themi edhe si shoqëri, pasi që normalisht respekti gjithmonë ka qenë reciprok kundrejt nxënësve edhe drejtorisë së shkollës, por gjithmonë kemi pasur ose kemi marrur ato këshillat cilat na u ka nevojitur në ato momente shumë të vështira cilat ne i kemi përjetu gjatë rrugtimit tonë në shkollë prej drejtorisë dhe prej profesorëve. Ata janë tregu shumë human me neve, gjithashtu e kanë tregu edhe shumë profesionalizëm, pasi që kanë qenë gjithmonë aty kur ne kemi pasur më së shumti nevojë, kanë zhvilluar orët mësimore në nivelin edhe në kriteret e duhura, gjithashtu janë përmbajtur rregullave cilat duhet një drejtori dhe një personal i shkollës t'i mbajë. Gjithashtu kanë qenë shumë të dashur me neve, duke na këshilluar, duke na treguar gjëra për jetën, edhe duke krijuar domethënë edhe atë punën profesionale ose orët profesionale, praktikën, zhvillimin e teorisë, gjitha me radhë. Faleminderit shumë, duke vazhduar me pyetjen e radhës. Çka keni përfituar nga këto vjetë që i keni kaluar në shkollë të mesme të lartë? Do thosha, sigurisht është me interes, dëgjojmë Loresa Sulimani nga gjimnazi. Atëherë, faktikisht, si eksperiencë, për secilës eksperiencë jetësore na mëson shumë edhe na bën me u formu çdo ditë më shumë për ato se çka jena sot. E natyrisht që edhe shkolla është ajo që e ka një bazë tepër të fortë formimin tonë. Kam përfitu tepër shumë, jo vetëm në aspektin akademik, po mundem me thonë që kam përfitu edhe në aspektin personal. Kam mësu tepër shumë në aspekte të ndryshme, që më ka ndiku tepër shumë është në zhvillimin tem, sepse jam bo më e përgjegjshme, më e pavarur edhe gjithashtu më ka bo me besu më shumë në vetvete. Këtu janë gjëra që nuk mësohen lehtë, po faktikisht shkolla ata jap atë përvojë. Me secilin përvojë njeriu mëson diçka. Jam shumë falendëruese për secilën situatë që kam pas shkollë, për krejt periudhën që kam kaluar në shkollë, sepse për një më ka bë me u ndi më e përmbushur në secilin aspekt tem. Shumë bukur, është më të vërtetë. Shkojmë më tej, tash jemi me shkollën teknike dhe do dëgjojmë Vesën. Përsa përket për këto 3 vite në shkollë të mesme, unë kam kalu vërtet shumë mirë, më ka ndihmu shumë në zhvillimin tem si person, si në mënyrë profesionale, në drejtimin të cilën jam, ashtu edhe në mënyrë të personale të cilën më ka avancu shumë, si në të shprehur, për shkak se kur kam filluar në klasën e 10, kam pas mungesë të shprehurit edhe t'jepjes përgjigjes sidomos në publik.
Kjo më ka ndihmu shumë kohën kur kam qenë edhe kryetare e Këshillit Nxënësave, që i kam qenë përfaqësuese e tyre. Jo mundu me jep edhe maksimumin tem që më ka bërë një eksperiencë ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht me vlera shumë të mëdha dhe shumë një kohë që e vlerësoj vërtet shumë, që më ka ndihmu me u zhvillu si person edhe me ardhur deri këtu ku jam. Unë mendoj që shkolla e mesme për mu ka qenë një nga 3 vitet më të mira të komplet shkollimit tim, edhe jam shumë krenare dhe shumë falenderuese që kam pas mundësi të i shijoj këto 3 vite. Dhe me të vërtet është bukur kur i kemi 3 shkolla këtu, 3 përfaqësuese të denja do thosha. Është kënaqësi me të vërtet. Faleminderit, kalojm tutje me Anesa Poterën, infirmeri. Po. Është diçka që mundet me na përfaqësu neve gjatë rrugtimit ton, masi të mbarojmë shkollën e mesme. Këto 3 vite cilat unë kam kalu në shkollën e mesme mund të them se janë vite cilat nuk do të harrohen kurrë. Unë e kam përmend edhe kam cikë edhe në intervistën e kaluar që këto janë kujtimet e shkollës mesme, janë kujtimet cilat i kam vendosur në një kuti edhe nuk do e mbyll kurrë. Mund të them se gjatë këtyre 3 viteve jam zhvillu shumë si njeri, si në aspektin psikik, edhe ashtu normalisht në aspektin fizik, pasi që është periudhë në cilën çdo fëmijë kalon, e çdo bashkëmoshatari ime ka përfunduar. Mund të them se kam krijuar shoqëri, kam zbuluar se jam e aftë që t'i mbaj gjitha që t'ju përballem me gjitha problemet cilat jeta i sjell tekon. Kam mbajtur përgjegjësi edhe kam kuptuar që jam e përpekt në gjërat cilat unë i dua. Kam kuptuar që shoqëria vlen më shumë, edhe kualiteti i shoqërisë edhe kualiteti i gjithë ata njerëzve të cilët ti kalon edhe shpenzon kohë me ta është shumë e rëndësishme se sa sasia e tyre. Kam kuptuar që çdo gjë përfundon. Klasa e 10 ka qenë një ndër fillimet më të bukura, pak të vështira, por më të bukura, momente cilat do të përfundojmë edhe pak det. Por është një ndër eksperiencat të paharrueshme, gjithkush e përmend edhe e cilëson shkollën e mesme si një eksperiencë që gjithë do dëshirojnë që ta kalonin prap. Edhe unë ashtu mendoj, edhe jam e bindur që si kësoj lloj eksperience nuk besoj që kemi me kalu asnjëherë. Mira, je friksuar kur ke shkuar në shkollën mesme të lartë, Anesa? Me thënë drejtën, kam qenë pak skeptike se si munda unë mu trajtu prej nxënësave të tjerë ose prej shoqeve ose prej shokëve. Por unë kam qenë gjithmonë një person i cili nuk ka pasur frikë të flas, edhe ta ngrej zërin për drejtat cilat ajo i posedon edhe për thënien e mendimit të saj, domethënë unë kam qenë ai person edhe në shkollën fillore. Kam pasur pak frikë se si mundet me ndryshu rrjedhja e mësimit, sepse normalisht profesorat kanë qenë të rinj, edhe nuk e kemi ditë se si mundet me u zhvillu vlerësime. Pak ajo ka qenë frikë, por në momentin kur e kemi kuptuar dhe e kemi marrë veten dhe e kemi marrë hapat e sigurt në atë aspekt, nuk kam pasur më frikë dhe e kam shijuar si momente dhe e kam marrë shumë sportivitet. Bukur, shumë. Vazhdojmë tutje tash me pyetjen e radhës, çka ju ka mbetur në kujtesë si maturante. Maturant edhe kënga e keni dëgjuar shpesh. Është këngë e dhëmshme, këngë me madhëngjim, ndoshta po megjithatë krijon diçka të bukur. Është diçka që gjithmonë i mbetet në kujtesë. E sidomos kohëve të fundit, gjatë gjithë kohës të ndëgju. Ja, po e dëgjojmë pra Loresa Sulejmanin. Atëherë sa përkat pyetjes, është shumë interesante sepse akoma pa përfundu si eksperiencë, kam fillu me ndjetë tepër nostalgjike për krejt këtu eksperiencën edhe çdo moment që e kam kaluar në shkollë, qoftë ai pozitiv apo negativ. E di që gjithmonë kam në kujtesën time, ndoshta prej një prej eksperiencave më të mira jetësore edhe që nuk kam u përsërit kurrë më. Mendoj që secili moment, po jo vetëm momente që i kam kaluar unë personalisht, po
Mendoj që gjatë kam mbet edhe njerëzit që i kom njoft aty. Besoj që i kom njoft njerëzit më të mirë që i posedojnë jetën tam. Edhe me të vërtet i vlerësoj shumë, sepse më ka ndihmuar në shumë aspekte mu personalisht. Edhe formimin e personalitetit tam. Nashta në fillim, në ditët e para, normalisht kom pas tepër stres, fillimet gjithmonë, fillimi çdo eksperiencë është i vështirë, por kur je me personat e duhur, besoj që të lehtësohet edhe thjesht të ndihmon që me shiju çdo vështirësi me e të i kalu. Edhe besoj që për një me ka me konë eksperienca që po s'ka mu haru. Sigurisht dashuria për shkollën i mund gjitha vështirësitë. Gjitha vështirësitë, edhe kur e mendoj ditën e parë kur kom fillu, edhe sot them që është një lorezë krejt tjetër. Jo për faktin që kom ndryshuar shumë kështu si njeri, po si faktin që si personalitet, po jam zhvilluar tepër shumë në shumë aspekte, edhe që jam shumë falendëruese jo vetëm për eksperiencën që kom kalu momentet, po edhe për njerëzit, edhe për secilin send, secilën pjesë që e kompleton këtë puzzle. Bukur shumë, me të vërtet ne vetëm po përgjojmë, po shoqojmë çfarë po flet, çfarë edhe po dëgjojmë. Tutje, vazhdojmë. Për këto 3 vite kam kujtime të ndryshme dhe të mjaft të mira. Këto 3 vite të shkollës mesme për mua kanë qenë të mrekullueshme dhe nuk di a më mendon ndonjë kujtim, me thonë që kjo është më e mirë se tjetri, pavarësisht që ka ndoshta ndonjë keq kuptim që ka ndodhur gjatë këtyre 3 viteve që kena mujtë edhe mu hidhru ose edhe mu lëndu prej atyre keq kuptimeve. Pavarësisht kësaj s'mund të them që kam kalu asnjë moment keq, për shkak se prej atyre keq kuptimeve kam mësu shumë që më kanë ndihmu edhe me ecma përpara. Sigurisht që tha dhe kolegja, po na ka ndryshuar shumë, pra nuk kemi personi njëjtë që kemi qenë në klasën e 10 me tash të 12-ën. Jemi njerëz kitë ndryshe ku kemi avancuar në mënyrat tona dhe me ngjyrat tona. Shkolla e mesme ka ngjyrat e veta që janë të paharrueshme dhe janë shumë të vlefshme. Unë ju kisha thonë edhe të gjithë ata që kanë hyrë tash në shkollë të mesme me vazhdu edhe me shiju në maksimum për shkak se këto janë 3 vite që nuk kthehen. Edhe unë jam kom klasë 10 dhe kom thonë që pavarësisht që jam tash hajse s'ka lidhje se njëjtë ka me konë si në fillore, nuk ka qenë njëjtë, për një me kanë shku shumë shpejt edhe fiks ashtu që e kanë përshkru tjerë për para meje. Shumë interesante me të vërtet jeta e një nxënësi që nuk përsëritet kur. Sepse do të shkoni, do të toni, do të rrugtoni në për fakultete, në për punë, apo ku do gjetë ju. Megjithatë këto do të mbesin në atë librin e më të mirë në atë kutinë, siç po e quhen shoqja juaj. Ajo kutia e cila është magjike, po më duket. Sigurisht po, mirë, faleminderit. Kalojmë tutje me Anesa Poterën. Anesa gjithmonë është e gatshme të përgjigjet dhe ka lexuar shumë me leximi e bën njerin të mençur. Faleminderit shumë. Mendoj që këto janë momente, ose gjitha ato momente cilat ne kemi kalu, nuk kanë më u harru kurrë. Unë jam një person shumë melankolik edhe një person shumë i cili përjeton nostalgjinë. Besoj që ajo melankolia cilën unë e përjetoj ende pa përfunduar shkolla e mesme, do me thonë është një gjendje emocionale e cila edhe më bjen mall, edhe trishtim, po në njëjtën kohë edhe mi kujton atë gjitha ato momente cilat ne i kemi përjetu. Ka pasur shumë momente fantastike me shokët edhe shoqet e klasës. Mas shumë të besoj që kam i kujtu ato momentet në sallën e edukatës fizike, kur e na konë gjithmonë, do me thonë e na konë gjithë një shumë sfidus me njëri tjetrin, edhe na kam pëlqy ato sfidat kur kena lutë volejboll, do me thonë jena konë gjithmonë ata persona cilët edhe kam pas rivalitet me njëri tjetrin, po masi ka përfundu loja, gjithë prap jena kthy normalitet. Edhe kemi qeshje, kemi bërë shumë gallat. Është diçka që une do e kujtoj gjithmonë edhe normalisht kanë më mungu edhe ato periudat ku gjithë folshëm për shembull për një test edhe nuk dishe për çka një tematik tjetër përveç testeve dhe kohës kur kena me u vlerësu. Koha kur une e kom shfrytzu të mësu në bibliotekë, edhe të mësu me shoqe, që këto janë kujtimet cilat unë nuk kam i harru kurrë. Kujtimet janë sigurisht gur në mur, ndërtohen.
Bukur. Vazhdojmë ty ju them dëgjuesve, sepse ndoshta mos po harrojnë se cilat vajza janë në studio. Unë po i përmendi, në studion e Radiolapit janë nxënëset e 3 shkollave, nga një nxënëse, të kuptohemi, nga Aleksandr Gjovani, është nga shkencat natyrore Loresa Sulejmani, të shkollës teknike Fanoli Vesa Beqiri, arkitektur, dhe të shkollës ekonomike Isa Boletini në Podjev, Anesa Potera, infermeri. Vazhdojmë cilat janë brenga të rinisë sot dhe si e mendoni ardhmërinë tuaj. Ardhmërinë tuaj në këtë botë të trazore dhe me shumë të panjohura një pasuri të madhe, dhe thasha. Nuk di, unë jam munduar që vërtet ta bëj një pyetje kështu me një, po them, një shtresë më të gjerë, edhe për ta ditur se çfarë në të vërtetë edhe ne, sepse në kohën që po jetojmë vërtet ka, si po shihni, edhe po dëgjoni në përbotë luftra, varfëri, gjitha këto që po ndodhin me të vërtet e prekun shpirtin e zemrën e njeriut. Po, normalisht. Shkojmë me gjimnazin? Atëherë, sa përkat brengave, edhe vetë fjolla është këgja e thellë, edhe për një me për jetën veç pyetjen kur e bone, më shtini me mendu tepër fell. Kur e mendoj si nxënëse e gjimnazit, edhe me krahasu brenga që i kom po gjatë këtyre 3 viteve, edhe me mendu brenga që kam e mprit në të ardhmen, për i me është një farë frike në vete, se do më thonë krejt këtu bim poshtë. Shkaku që vetë se janë, edhe kur e mendoj se cila brengë është kaluse, ama për momentin, në moshën që jena, në fazën që jena të përballë me një farë lloj presioni për të ardhmen, edhe mendoj që secili i ri, secili bashkëmoshatari ime e ka stresin për të ardhmen. Jena në kohën ku jena të formu edhe jena të e njoft veten, jena të e njoft veten se për çka jemi të determinuar në këtë jetë, edhe se për çka jena ardhur, edhe për se ku kena me vazhdu në të ardhmen. Veç fjala ardhme është diçka një mister, edhe mundem me krahasu të ardhmen si një lloj labirinti që ti veç jetu mundu mja gjetë derën, me gjetë rrugdalje në mënyrë më të lehtë mundshme. Mendoj që e ardhmja është në aprit jo veç me gjonat e këqija, që veç i menuna si të këqija, po faktikisht ka me pas edhe shumë gjonat pozitive, veç me afton me pas durim, po gjithashtu edhe besim në vete. Sepse kur ki besim në vete, kur je punëtor, edhe je i përkushtuar në ato se çka e dën, edhe mendoj që çdo gjë arrihet. Edhe arrihet edhe suksesi. Edhe pas çdo të keqje vjen edhe e mira. Mendoj që edhe pas gjithë këtij stresi edhe presionit që jena të e përjetuar në këtë kohë, mendoj që kam na u shpërbly me diçka tepër të mirë, edhe çdo punë e bëme nga ne, çdo përkushtim ka me u shpërbly me një sukses. Pas natës vjen dita. Pas natës vjen dita. Çdo në fund të tunelit është një dritë, po. Që shkëlqen. Një rrezë dielli. E çka është ajo çka na bën, ajo është ajo çka na bën në Shina që mos me pas devijime dhe me arrit qëllimin kryesor, aty ku e veç jemi definuar. E kështu një definicion do të thosha kushtone, për shembull. A pajtojnë edhe ju. Për shembull ai që din të notoj nuk mbytet. Po. Dhe një dur shkasia, gjeturia, eksperjenca, pjeguria, po, gjitha këto. Tash po bëj këtë krahasim natyrisht, sepse për jetë ka vështirësi sa të dukesh. Po, dhe vlerësira nuk ka. Nëse veç bën me shtu një send te kjo pjesa që the që ai që din notu nuk mbytet, po gjithashtu pjesa e diturisë duhet më shoqëru edhe me sende tjera, me gjona tjera. Në këtë rast çaj personi që din notu duhet me pas edhe dëshirën për jetë. Prandaj nëse nuk e ka dëshirën për jetë, po e ka veç diturinë, ai nuk don që me shfrytzu çaj dituri edhe thjesht ka mu mbyt. Sigurisht po i bëjmë ne krahasimet që në farë mënyre që të kuptojmë pra se duhet njeriu të gjendet në për situata po. Sepse ne nganjëherë gjendim në situata që asnjëherë ndoshta njeriu si ka paramenduar në kokën e tij. Duke menduar që ju krejt jeta është fush me lule. Normalisht që ka apo poezi apo këngë apo. Vështirësi po vazhdimisht po vështirësi. Mendoj që nëse nuk i kishim pas ashtu gjonat e këqija, momentet e këqija, nuk kishim ditë me shfrytzu momentet e mira, me i ndje maksimalisht. A beson që domethënë problemet e forcojnë njeriu apo vërtetësitë? E formojnë edhe e forcojnë, edhe mandaj ja din knatësinë edhe ja din vlerën gjonave të mira në jetë. Për marrë një shembull tash në rast se
për momentin jemi shëndoshë mirë, momentin që na vjen një fatkeqësi ose një smundje, na veç ja dina vlerën çat herë, në çat moment ja dina vlerën shnetës që kena pas deri në çat moment që jemi smu edhe besoj që është një lloj mësimi edhe për jetën përgjithësi, që për një metë secili moment e ka edhe të mirën edhe të keqen, por do të më nxjerr krejt maksimumin edhe me ndje edhe me shiju, qoftë e mira apo e keqe, sepse është me një qëllim në jetën tonë. Sepse do gjëra kanë qenë më të mira përpara dhe ne i kthehemi aty dhe themi po të ishte aty, po të ishte edhe një herë. Më mirë edhe një herë. Mirë po disa gjëra nuk përsëriten më. Nuk përsëriten, prandaj duhet me vazhdu përpara edhe me i prit momente tjera që do vinë edhe me përgatit veten që për një më shiju. Zakonisht ne sa na javdina vlerën momentin që i kalojmë ato momente. Pro masi që përfundon diçka e kuptojmë se sa mirë ka qenë. Ose edhe si që tha kolegja, kur përballemi me një vështirësi, atëherë kuptojmë sa mirë kemi qenë më përpara. Për sa i përket brengave që mundet të pas nxënësa tash ose ne si maturante, janë të ndryshme, është pyetje për ne më shumë e thellë që mundet më jep përgjigje në mënyra të ndryshme. Unë mendoj që brengat në këtë kohë nuk janë diçka shumë e madhe, pavarësisht që për secilin nxënës duket që janë brenga shumë të mëdha, për shkak se në secilën moshë që kemi ato brenga tona që për neve janë shumë të mëdha, por nëse e pyet një të rritur për të njëjtat brenga, thotë këto janë kur gjahet. Mendoj që secili prej neve ka mu pavarësu edhe mu mësu me këto brenga që kanë mu shku të vështirësu, po pavarësisht kësaj, unë mendoj që nëse ne nuk dorëzohemi asnjëherë, atëherë doja të dalim në dritë, pra të shkojmë në fund të tunelit dhe ta shohim dritën. Pavarësisht që jeta mundet me na vështirësu në mënyra të ndryshme, me na përballë me rrethana të ndryshme jetësore, duke na përballur me humbje të personave që i dojmë ose edhe me humbje të shëndetit tonë. Është e rëndësishme që të mendojmë se edhe nëse ata persona që i humbin, edhe nëse ata do ishin këto, do të na shohin sa më mirë. Kështu që unë mendoj që nuk duhet të dorëzohemi edhe nëse humbim shëndetin ose edhe nëse humbim ndonjë familjar ose dikë të afërm, për shkak se nëse dorëzohemi atëherë thjesht ke humbë dhe nuk e arrit kurrë. Vale në çet në breg, detit apo. Kur trazohet deti nganjëherë nuk njeh. Për shembull është interesant, për shembull është një herë furishme dhe pastaj valet e detit kush e di ku e dërgojnë njeriu apo. Do të thësh në mënyrën figurative. Mirë, vazhdojmë me Anesën Poterën. Anesa, me ju çka mendoni? Cili është përkufizimi juaj për këtë? Po, për sa i përket mendimeve të tjera, dy kolegët e mia i përfaqësuan shumë mirë mendimet e tyre dhe treguan edhe një realitet i cilin ne jetojmë. Për sa i përket pyetjes, mendoj që brengat e bashkëmoshatarëve tonë mund të jenë të llojeve të ndryshme. Çdo kush jeton një jetë tjetër, domethënë prej tjetrit, edhe po mendoj që na në këtë tokë kemi ardhur për me ekzistu edhe për me mbijetu. Mendoj që njerëzit e kanë perceptuar jetesën si mbijetesë. Domethënë, shumica e bashkëmoshatarëve tonë nuk jetojnë, po mbijetojnë. Përpiqen me mbijetu. Edhe mendoj që në shumë bashkëmoshatarë tonë e shikojnë jetën si diçka si një shtëpi e cila nuk ka as drita, nuk ka as dritare, nuk ka as derë, domethënë e shohin vetëm një vrim të zezë prej cilës nuk po munden me dalë. Mendoj që edhe është diçka shumë shqetësuese se stresi dhe presioni i cilin ne e përjetojmë është i pashmangshëm. Normalisht që na kemi shumë brenga si qysh po vjen e nesërmja, çka po na pret, qysh po i presim na, si njerëz, si krijesa, edhe normalisht që çdo kush e ka atë pasigurinë se ku po dojmë, për shembull, na maturantët e kemi një pasiguri se nuk e dim çka me zgjedh, çka po dojmë. Na jena të zhvillu edhe kjo është veç një fazë e cila neve na ndihmon edhe na determinon. Po është shumë e rëndësishme me ja ditë vlerën çdo momenti. Është e rëndësishme që
me hap zemrën edhe me shiku nëse ka vend për këtë stres, ose nëse ka vend për këtë presion, apo veç se është u ardhë prej momenteve të këqija të cilat ne po i kalojmë edhe veç se po e mbajmë ato brenda dhe nuk po e lirojmë. Çdo bring e ka arsyeën e saj edhe çdo arsye e ka dhe përgjigjen e saj. Kështu që mendoj që na veç se duhet me e kuptu edhe me e shliru vetën prej këtyre maktheve cilat ne po i përjetojmë edhe gjithçka ka me marrë fund. Edhe kolegët e mia cilësun këtë periudhë si një labirint, cilin është shumë e vështirë me ja gjetë rrugdaljen, përbas çdo errësire vjen drita. Do me thonë, edhe besoj që na kena me dalë si fitimtar edhe si ato diamantet që zbulohen në minjera që nuk kanë fund. Në minjerën nga njerë, për shembull thellë, për shembull kur punohet dhe bëhet diçka atje, nga njerë nuk dihet çfarë do të ketë aty. Diçka zbulohet. Po, normalisht. Apo jo? Njeriu duhet ta mund vetveten nga njerë ose shpeshherë. Është kështu? Po, mendoj që armiku jon më i madh është vetja jonë edhe mendimet tona. Qofshin ato normalisht ato të këqijat, sepse mendimet pozitive gjithmonë të sjellin situata pozitive. Mirë, vazhdojmë tuti me pyetjen e radhës. A ka ndodhur ngacmime, fërkime, atencione mes nxënësve? Dhe sigurisht është me interes për na thënë, bullizi i thonë ndryshëm, në Shqip e kam përdorur këtu ngacmime, të vërtet që ma lehtë të jemi dhe të flasim. Çfarë mendoni? Sigurisht të fillojmë prej gjimnazit, apo për këtë pyetje kemi Lorena Sulemani? Loresa, po. Ja, isha duke, po. Nuk ka problem. Atëherë, po, faktikisht, secilën shkollë, secilin nxënës normalisht që momentin që është një masë e madhe e personave që secili ka një karakter ndryshëm, ka me pas fërkime, ka me pas mendime ndryshe, ka me pas debatet ndryshme, sepse ju secili njeri mendon njëjtë, edhe kjo është ajo që secilin e bën veçantë, edhe ajo se për çka secili ka një arsye që është këtu ku është, do më thonë secili ka një arsye që jeton, edhe mendoj që në shkollë, sa përket pjesës shkollës, normalisht secili ka pas një fazë më të vështirë ose që nuk është dashme e paragjyku, sepse kur nuk e dina se çka është të përjetuj tjetri në jetën e vet, prandaj që mendoj që shumë nuk do të më na mungu empatia ndaj njëri tjetrit. Edhe momentin që jemi empatik, mendoj që kemi me fillu me qenë edhe më të arsyeshëm, edhe me qenë shumë më durimtar, edhe mendoj që kemi me i marrë sanet shumë me sportivitet edhe me qenë shumë më pozitiv. Gjë që kur nuk kam na u kthy keq, sepse momentin që na i marrim sanet keq edhe me impulsivitet, edhe nuk jemi fare empatik, atëherë kam na